Shkruan Gjergj Zefi. Po ndodh një orkestrim i heshtur në Europë. Në Itali e nisi Meloni, në Shqipëri ka përfunduar Edi Rama. Të dy po ndërtojnë skema që nuk prodhojnë më as qeveria as opozitë, por një lider të vetëm me pushtet absolut dhe me popull në gjunjë. Demokraci në letër, demokratur me firmë. Në Itali Giorgia Meloni po kërkon të shes një model efikasiteti institucional përmes një ligji zgjedhor me bonus pushteti. E gjitha për të ndërtuar një qeveri që nuk pyet më askënd as parlamentin as opozitën as presidentin. Në Shqipëri Edi Rama e ka kaluar këtë fazë, ai s'ka më nevojë për bonus, ka kapur gjithçka. Parlamentin, drejtësinë, territorin dhe së fundmi edhe shumicën cilësuese. Por kjo nuk i mjafton. Jo, ai ka nevojë për tjetër lartësi, tjetër front. E ka vendosur do të bëhet presidenti i Republikës, por jo si ceremonialët që luajnë shah në presidencë. Jo, ai kërkon presidencën që kontrollon gjithçka, një super president me kompetenca të rishkruara, me sovranin vul dhe parlamentin dekor. Kjo është skema, kjo është rruga që po shtrohet sot, fjalë pas fjale, nen pas neni, tender pas tenderi për ta kthyer Shqipërinë në një republikë me një kokë të vetme dhe shumë duar që vetëm duar trokasin. Rama nuk kërkon pushtet, ai kërkon përjetësi. Ky nuk është thjesht transformimi institucional. Ky është projekt personal, një plan biologjik, sepse Rama nuk po mendon më si politikan, po mendon si përjetësi e nevojshme, si ati themelues i një shteti që nuk duhet funksionojë kurrë pa të. Ai nuk po ndërton institucione, por po gdhen përmendore për veten. Ndaj nuk ka rëndësi nëse qeveria funksionon. Mjafton që ta përjetësoj veten në një format të ri ku përballë nuk ka më opozitë, por përdorim politik të saj si një alibi pluralizmi. Edhe opozita më e përlyer se kurrë i ka vënë vetes vetëm një mision, të mbajë Ramën në pushtet përmes paftësisë së saj, të jetë gërmadh funksionale që i shërben propagandës së tij për të thënë shihni çfarë kam përballë, si të mos më doni mua. Nga Meloni te Rama e njëjta skeme, e njëjta ambicie, por jo e njëjta shpejtësi. Meloni do të ketë përballë Mattarellën, gjykatën kushtetuese, opozitën, median. Rama nuk ka përballë më asgjë veç një mur të dërmuar heshtjeje. Dhe ai e di ndaj po nxiton. Nëse nuk vjen ndonjë sinjal nga SBA, nga ndonjë dosje e hapur e McGonigal, askush brenda nuk ka më fuqi të thotë ndal. Ai do të hyjë në histori si kryeministri që u bë president, presidenti që sundoi pa limit, sundimtari që nuk la më asnjë mundësi për rotacion, vetëm për pasues të zgjedhur prej tij. Shqiptarët nga ana tjetër ndodhen përballë një zgjedhje të heshtur, të rrinë me duar në xhepa, duke parë si humbin Republikën apo të kuptojnë më në fund se as e keqja më e vogël nuk është më zgjidhje, sepse ata që ndërtojnë shtetin mbi vetveten janë gjithmonë të përkohshëm, por rronojat që lën pas janë shumë të rënda.